Diaspora shqiptare, një potencial i pashfrytzuar për zhvillimin e vendit. Rreth 2.2 milion shqiptar jetojnë aktualisht jashtë kufive të Shqipërisë, duke përbërë një pjesë të konsiderueshme të kombit dhe një rezervë të rëndësishme kapitali njerëzor. Megjithse emigrantët shprehin gatishmëri për të kontribuar në zhvillimin e vendit përmes njohurive profesionale, përvojës ndërkombëtare dhe investimeve financiare, mungesa e një qasje të strukturuar institucionale vazhdon të mbetet një pengesë serioze. Sipas të dhënave të disponueshme, 1/5 emigrant shqiptar është i angazhuar në organizata apo shoqata diasporike. Këto struktura luajnë një rol kyç në ruajtjen e gjuhës shqipe, identitetit kulturor dhe lidhjeve me vendin e origjinës, veçanërisht tek brezat e rinj të lindur jashtë Shqipërisë. Megjithatë, përfaqësues të diasporës theksojnë se kjo angazhim vjen kryesisht si nismë individuale ose komunitare dhe jo si rezultat i një bashkëpunimi të mirëfillt me institucione shtetërore. Një nga problematikat kryesore të evidentuara është komunikimi kufizuar dhe shpesh jo efektiv me institucionet publike. Emigrantët raportojnë se kontaktet me strukturat shtetërore janë sporadike, pa vazhdimsi dhe pa prodhuar rezultate konkrete në terma politikash, projektesh apo lehtësirash administrative. Kjo situatë ka krijuar një ndjenjë zhgënjimi dhe mospërfshirjeje, pavarësisht vullnetit të shprehur për kontribut. Aktualisht, diaspora shqiptare kërkon politika më të qarta dhe mekanizma funksional bashkëpunimi, duke përfshirë krijimin e një databaze kombëtare të diasporës që të identifikojë profesionet, ekspertizën dhe interesat e emigrantëve. Lehtësimin e procedurave administrative për investime, kthim profesional apo projekte të përbashkëta. Ndërtimin e kanaleve të qëndrueshme të dialogut mes diasporës dhe institucioneve shtetërore. Sipas përfaqësuesve të komuniteteve jashtë vendit, përfshirja reale dhe e organizuar e këtij potenciali njerëzor mund të sjellë përfitime afatgjata për ekonominë, inovacionin dhe zhvillimin social të Shqipërisë. Pa një strategji gjithëpërfshirëse dhe funksionale, rreziku mbetet që diaspora të vazhdojë të shihet vetëm si burim remitancash dhe jo si një partner strategjik për të ardhmen e vendit. Në një kontekst global ku shumë shtete po ndërtojnë politika aktive për të tërhequr dhe angazhuar diasporat e tyre, Shqipëria përballet me nevojën urgjente për të kaluar nga retorika te veprimi konkret. Vetëm në këtë mënyrë, diaspora shqiptare mund të shndërrohet nga një potencial i pashfrytzuar në një motor real zhvillimi kombëtar.